Pra bëj Miki Gjemull. Përshëndetje dhe mirë se erdhën në kanalin tim dhe mirë se erdhën në një tjetër video. Besoj është nisur me ato pamjet jo dhe aq të bukura që normalisht janë pjesë e jetës edhe pjesë sidomos e këtij sezoni apo të këtyre muajve të fundit. Gjithsesi, unë thjesht kam marrë disa mini pjesë të vogla në momente shumë të qeta që ishin duke qëndruar, por siç e pat edhe siç u kuptua, nuk u kuptua ndoshta java, por kjo ka qenë një javë super e ngarkuar për ne, ekstrem e ngarkuar dhe nga ana shëndetësore normalisht. Mbi të gjitha, pastaj e pjesa tjetër dihet mo, të gjitha planet e prishura, asnjë gjë nuk shkoi ashtu siç ishte menduar. Dhe ende nuk e dim nëse do të bëjmë dhe planet e tjera që kemi llogaritur apo kemi menduar për këtë javë që është duke ardhur, sepse puna dhe të gjitha dihet që nuk janë realizuar. Në fakt një virozë lehtë kështu nga Calvin. Ai fillimisht pati pak temperaturë, pastaj ditën tjetër pak më ndryshe, ditën tjetër pak më ndryshe dhe iku diku me 3 ditë. Direkt pas ditës së dytë të Calvin u smur Miki. Miki vazhdonte të kishte ende temperaturë. Do me thënë ditë e parë, ditë e dytë, ditë e tretë i filloi kështu si nga hiçi le të themi. Edhe pastaj Miki po vazhdonte, ndërkohë zuri dhe Octavian. Dhe Ivin, në fillim Ivin, pastaj Octavian, dhe Ivi me temperaturë 38, 5, 7, 8, 9 vija gati 39, me ethe njësoj, do me thënë të 3, më pas zuri dhe Octavian. Edhe normalisht dhe mua të fundit, por që ata i zuri Miki njerë zuri tamam, ende dhe sot që po flasim Miki ka pak temperaturë, gati një javë, dhe atë ditë ne që keni parë një fillim, shkuam tek urgjenca, që i bëm një kontroll, sepse ishte dita e 4 e temperaturës, edhe ishin mbyllur pediatrit normalisht, se ishte ditë e premte pas dite, dhe kështu që u detyruam që të shkonim te urgjenca, jo me ndonjë temperaturë shumë të madhe, shumë të lartë, do me thënë 39 ishte 6 vija, po prap ishte dita e 4 dhe ne kishim merak se nuk donim dhe t'i jepnim shumë doza paracetamoli, duke qenë se falë zotit ata nuk smuren shumë shpesh, edhe ndonjëherë është e vështirë kur nuk smuren dhe shumë shpesh, okej, se ajo i vepron, por është edhe ajo frika, mos i hap shumë, mos i bëj dëm, se ai nuk priste 4 orë, do me thënë as 3 orë nuk priste ai për temperaturë, për të pirë, do me thënë, shurupin ose për të marrë suppostë. Zakonisht unë Miki t'i fu suppostë, sepse shurupin e ka vjell 2 herë, kështu që ishte shumë e vështirë në fakt, edhe ne u munduam që ta marrim paktën deri në 4 orë, por që tham, okay, po shkojmë një herë. Fatmirësisht nuk kishte probleme me frymarrjen ose kështu gjëra që të ishte edhe më shqetësuese dhe alarmante, por gjithsesi prap duhej parë se tham, kishim merak dhe përpara po vinte fundjavë, kështu që nuk donim. E quam atje, ata thanë është okej, fyti është okej, veshët janë okej, është thjesht një virozë që i ka kap gjithë, dhe kur shkova atje tek dhoma e pritjes, ishin diku te 4 fëmijë të tjerë, një soj identik si Miki, të njëjtën kollë, ato sytë e varur, fiksi Miki, me temperaturat larta që kishin ardhur atje, do me thënë është një virozë që po qarkullon për momentin. Unë mendova fakt se kishim shpëtuar dhe bëra shaka në Instagram duke thënë që ne do me thënë, gjithë kjo kohë që nuk kemi pasur viroza dhe nuk kemi qenë smurna, doli nga hundët le të themi, por që gjithsesi jemi më ndryshe tani, të paktën ndoshta shihni dhe nga zëri im që më është ngjirë, kemi qenë shumë keq nga fyti të gjithë, kolla, fëmijët po ashtu. Octavian e la temperatura ditën e tretë, Mikit i zgjati goxha, shkuam dhe tek pediatra dje, siç pat sekuencat e fundit pjesës së parë, do me thënë nga fundi ishte tek pediatria, edhe shkuam atje, bëm edhe një vizit atje, sepse normalisht 5 ditë me temperaturë, edhe ajo tha që ai, se ishte doktori kësaj radhe, edhe tha që nuk ka as infeksion në vesh, do me thënë shumë minimale që krijohet normalisht nga viroza, nuk ka tha as fyt të skuqur,
ose infeksion në gryk e kështu gjërash, nuk gjitha i kontrolloj, tha janë okay, është thjesht një viroz, njësoj për të gjitha dhe temperatura mund të zgjas edhe 9 ditë, 10 ditë ose 2 javë, oh no. Më thënë me kollën i mësuar në që zgjat 2 javë, po gjithsesi ata i bën një CRP për të parë nivelin e infeksionit dhe në gjak, kështu që e bën ata, jo doli shumë mirë, edhe një urinë dhe urina gjithashtu doli shumë mirë. Ai tha thjesht në këto raste do me thënë duhet të mendosh shumë mirë se çfarë jep fëmijës për të ngrënë e për të pirë. Ivi, Miki është një fëmijë që ka shumë qejf ujin, ja u kam thënë shpesh herë këtë. Edhe gjatë gjithë kohës ka pirë ujë dhe shqyr, do me thënë kjo që ndihmon në hidratim, ka pirë realisht shumë ujë, por mjeku më tha që edhe të urgjencat një që më thanë që mos të pi kaq shumë ujë, por të pi lëngje për shembull, edhe një kaprizone, tha doktori, që të ketë disa elemente të tjerë që nuk i ka ujë normalisht. Kështu që morëm, sa po erdhëm direkt morëm ato gjërat që të kishte sa më shumë mundësi Miki të pinte, edhe tani është pak më ndryshe. Okej, i hypën pak temperatura një herë në 6 orë, por që ja lufton vetë trupi, nuk i kemi dhënë gjë ende, sepse me 38,5, 67 nuk i kemi dhënë asgjë, ne i kemi dhënë vetëm kur ka kaluar 39,2,3. Po, dikur nuk i kishim menduar në njërë këto temperatura, por tani i mendojmë, nuk kemi çfarë të bëjmë. Në fund të kësaj pjese do t'ju tregoj diçka shumë të bukur, kështu që mos u largoni, qëndroni aty, e bëra si Ledioni. Gjithsesi jemi më mirë, por planet na u ndryshuan komplet këtë kohë, unë nuk vajta në punë, normalisht mora raport për djalin, edhe Ivi nuk shkoi ditët e para, mori raport dhe ai përsëri për fëmijët, sepse siç e dini ishin me radhë, siç e thash. Kështu, unë dje që isha të pediatria takova një vajzë që më ndiqte madje, edhe ishte shumë e mirë, atë një orë e pak pritje sa kam prit aty, nuk më ka ngjajt shumë sepse bëra muhabet me atë dhe u kënaqja shumë, u duket sikur kisha shumë kohë që e njihja, edhe realisht kam shumë qejf kur takoj vajza që më njohin, edhe sidomos aq solare dhe pozitive sa që ishte ajo, që domethënë na ngjiti muhabeti shumë mirë. Përshëndes nëse është duke parë këtë video dhe uroj që atë të bërë vajza mirë, sepse ishim njësoj të dyja në të njëjtën me të njëjtin viroz, me të njëjtat kushte etj. Kështu që nuk e di se sa mund të kemi qenë në këtë periudhë kështu. Thash, gjithë ato 5-6 muaj që nuk u sëmurëm asnjëherë na dolën kësaj radhe nga hundet. Por ajo që unë doja të ndaja me ju në këtë pjesë të videos është kjo këtu, e mbani mend goodie boxin, ja u kam treguar shpesh herë, dhe hera e fundit që u kam treguar ju ka qenë ai kalendari adventit për Krishtlindjet, edhe që ishte shumë i bukur, edhe nga i cili un kam ende produkte dhe që po i përdor, por ata kanë menduar që të bëjnë një kalendar për Pashkët. Si që shihni këto është ki bukuroshi, po ja u lë pak këtu para, edhe është 8 Days of Easter Me Time. Më pëlqeu shumë, unë e kam hapur dhe kam lidhur përsëri, por që unë e di realisht se çfarë ka brenda dhe ju tashmë dini që vlera e të gjithë produkteve që kanë brenda këto të goodie boxit është shumë e lartë në krahasim me atë që ju merrni në fund, siç për shembull nëse do t'i blihet tek e tek të gjitha këto produkte që ka këtu goodie box, kushtojnë 339 euro. Do të thonë janë shumë. Sepse vetëm dita e 6 kushton 112 euro këtu. Por ju nuk e merrni 339 euro dhe as sa është çmimi i rregullt, nuk çmimi i rregullt në këtë moment është 79,95 €, por ju e merrni super mega lirë, aq sa bën një produkt nga këto të goodie boxit, vetëm për 49,95 €. Pra, 49 euro për mua është një super çmim, duke e ditur se çfarë produktesh ka brenda, edhe sa të mira që janë. Unë me produktet e goodie boxit në fakt jam gjatë gjithë kohës, ju mund të bëni dhe porosi kështu nëse doni mujore, edhe ju vin produkte me vlerë shumë të mirë dhe ju paguani një shifër shumë minimale, saç mund blini një produkt koti. Por që po e hap një herë ta shihni sepse është realisht shumë e bukur. Sot nga data 2 mars ju do ta shihni këtë, do të shihni dhe pjesë të tjera të vlogut që janë më mbrapa, por gjithsesi unë po ja u tregoj një herë këtë sepse duhet ja u tregoj në këtë datë, se tani nisi lançimi. Kemi këtë letrën e bukur këtu që na falenderon etj.
Dhe këto janë kutit, pra numri 6 ju thashun ju kushton 112 euro nëse e blen vet, ndërsa ju e përfitoni të gjithën këto për 49 euro 95 cent. Do të thënë super lirë. Po të doni ta shihni këtë numrin 6. Brenda keni 8 marka të ndryshme në mos gaboj, nga Gosh, nga Avant Skincare, nga Rodial, do të thënë janë produkte shumë cilësore dhe të mira, që ju mund të shihni edhe vetë në internet se sa kushtojnë, edhe t'i merrni. Këto unë po e përdor fakt për të tretën herë, një ja kam dhënë mamit, krem ditor me acid hyaluronik. Këtë si që shihni këtu. Unë një si kjo ja kam dhënë mamit, se normalisht për moshën që ka mami i hynë shumë në punë, janë të mbyllura, sigurisht janë të mbyllura. Dhe mua më pëlqejnë shumë. Si që thash, ka produkte shumë të mira aty dhe të gjithën e përfitoni vetëm me 49 euro. Unë linkun që ju mund ta shkoni ta bëni porosi do t'ja u vendos poshtë si gjithmonë. Dhe si që thash, është një super leverdi sepse është mbi 80% ulje nga çmimi i të gjitha produkteve dhe nga çmimi i sakt keni 30% ulje. Do të thënë nga çmimi i rregullt keni 30% ulje të tjera. Pra, merrni vetëm 49 euro. Ju bëra tani një mini update, një përditësim të gjendjes son shëndetësore, edhe kështu. Të gjithën mirë? Edhe dhomës së fëmijëve, nuk e di e keni para apo jo këtë krevatin e bukur që i kemi bler Okit, do të thënë e kemi nga Temu, edhe ja kam treguar në Instagram, po ju që s'më ndiqni, besoj nuk e keni parë. Shumë i bukur, më pëlqen shumë, e montova unë këtë një ditë edhe ka dalë fantastik. Kam bler edhe këto veshjet kështu te IKEA, që të ngjajnë cute dhe ngjajnë shumë bukur, por që ky më pëlqeu shumë, ishte i fortë, i mirë, edhe më duket për një javë ishte 110 euro, nuk jam shumë e sigurt, po diçka e tillë, po që është shumë i bukur, shumë i bukur. I bleu Ivi përsëri Jamalin. Jamal çka ky Jamali? Edhe kush është ky ka? Pedri. Kush Pedri? Pedro. Ju prish një Jamal, edhe kërkoj një Jamal tjetër me patjetër se ja prishim Miki. Miki nuk ja prishim më. Po. Edhe tani kemi 2, shisa bukur, t'i gëzosho Kalvin. Këto i porosit Ivi vinë ekstra nga Spanja për djalin ton që... Sa bukur, shumë e bukur dasë. Mirë mëngjes, unë jam duke bërë drekën, si çdo ditë, edhe duke u marrë dhe me disa punë të tjera bashkëpunime që kisha dhe prandaj jam rregulluar. Kalvin është në shkollë, Oktavia me Mikin janë aty tek dhoma, Ivi është pushim, po për një dush sipër, dhe unë po plotësoja këto dokumentat e Oktavias për shkollën. Kur na kishte ardhur ky brifi, kjo letra zarfi te shtëpia, kur hapa thash, nga për Claudin dhe Ivienin nga shkolla, thash, oh no, më vajti mendja te Kalbi, thash çka ndodh që s'digjoj unë. Dhe pastaj kur shoh, sepse është e njëjta shkollë me Kalbin, ishin dokumentat për vitin që vjen për të regjistruar Oktavin te shkolla e Kalbinit. Edhe në fakt nuk e di, u bëra si emocionale se fëmijët rriten kaq shpejt, nuk e di se si po fluturon koha, nuk e di se kur Miki bëri 2, nuk e di se kur Kalvin shkoi në klasë të dytë, edhe nuk e di një ndodh edhe ju, po ikën koha shumë shpejt edhe të gjanë sikur duhet të shijosh më shumë gjëra, edhe sikur do të krijosh më shumë kujtime, nuk e di, por unë jam në këtë fazë tani edhe çdo darkë shoh dhe fotot e fëmijëve, dhe madje ndaj dhe me ju në Instagram, nuk e di, jam bërë shumë emocionale nga kjo pjesë, por që erdhen këto dokumentat. Edhe është një kështu formular që duhet ta plotësojmë ne me dhënat e fëmijës, dhënat tona, numrat e telefonit, disa gjëra bazike për fëmijën, të tipit alergji, nëse ka ndonjë kështu sëmundje, kështu gjërash. Edhe po, i plotësuam të gjitha ato, edhe këtu është kopja e certifikatës së lindjes. Nuk më besohet që vitin tjetër do shkoj në shkollë. Oktavia, unë t'jem realiste, dua që fëmijët të shkojnë pas 6 vjeç. Do me thonë 6 vjeç e
gjys ose 7 vjeç në shkollë. Jam pro kësaj gjëje, e mendoj unë kështu me të timen dhe mendoj se fëmia është më i zhvilluar dhe më i aftë për veten e vet në atë moshë, por që i bie që gjynat ja humbasesh vitin. Por Oktavia bën fiks pe 6 në ditën që do të shkojë në shkollë, se tani Oktavia është 4:30, gjatë sikur hyçen gjithë këto gjëra që po bëhen kaq shpejt, por kështu i bëjnë këta herët dhe shumë gjë e mirë kjo. Por që sa bën 6 Oktavia, po ato 2-3 ditë, kështu se varet kur do filloj shkolla vitin tjetër, se kam parë. Atëherë do të shkoj në shkollë, do më thënë do shkoj direkt sa bën 6. Thash, unë do doja që t'ishte edhe pak më e rritur, por gjithsesi nuk e kam dyshimin që ajo do shkëlqej dhe është mjaftueshëm e aftë për të përballuar klasën e parë. Por janë shumë emocione. Besoj se ju që jeni prindër e kuptoni këtë që dua të them. Por që është edhe bukur dhe ndihesh shumë krenare kur fëmiu rritet, kalon këto etapat e zhvillimit, edhe shkon në shkollë, nga kopshti në shkollë, është shumë gjë e bukur, por prapë mbetet emocionale. Unë në ditën e parë të klasës së parë, të shkollës së kajt kam qarë shumë, nuk e di, për mua janë momente super emocionale, edhe kur kalon kopshtin kam qarë që është bërë ajo përcjellja e fëmijëve që do të shkojnë në shkollë. Do të thënë, janë shumë momente të bukura, janë emocione që unë mendoj këto t'i falin apo i përjeton vetëm nga fëmijët dhe janë ekstrem shumë të bukura. Nesër, këto i bëra gati se do t'i çoj tek shkolla. Ndërkohë këtu po bëja drekën, do bëj shumë thjesht sot makarona me pak gjarë për fëmijët që të donin. Ne kemi ende fasule nga dje dhe mund të ham ato, edhe ta shoh se çfarë do bëj në sallatë, një gjë ekstra. Edhe pak mish, po skuq pak mish këtu se e kanë shumë qejf fëmijët, kështu që e bëj si në presion. Këto asgjë tjetër interesante, ndërkohë sot ditën e kemi pushim edhe do të shohim se çfarë do të bëjmë, edhe me çfarë do të merremi, kështu gjërash, por që shumë punë. Unë kam gjithmonë shumë punë për të bërë në shtëpi, plus 2 orë në ditë unë ja dedikoj me patjetër shkollës, sepse duhet se jemi afër përfundimit të praktikës dhe deri në 15 mars do të kemi dorëzuar praktikën, kështu që punë. Se të marrë kajnë tani, do iki me vrap të Lidl, sepse kishin dalë disa gjëra shumë të lezetshme të Lidl, edhe unë shkova herën e kaluar se kishin dalë edhe pak më parë dhe ishte dhënë një njoftim tjetër që do dilin sërish. Kështu që shkova, mora disa pijama për fëmijët, më duket ja u tregova, jo, më duket jo. Por që vetëm një palë ishin për Calvin, edhe po shkoj një herë mos gjej edhe për Octavian, sepse fëmijët e mi flen vetëm me pijama, nuk duan rroba të tjera, kështu që kemi një 100 copa aty, po na duhen më sepse normalisht ato do lahen edhe ndonjëherë nuk janë larë, ndonjëherë ja presin te koshi me ditë të tëra për t'u larë, se kështu është koha ime. Edhe kështu që të kemi sa më shumë. Edhe kishte edhe çarçaf që më pëlqyen mua. Preferoj, po ul këtë që mos t'ju bezdis ju. Unë preferoj me thënë të drejtë më tepër çarçafet e IKEA, si kam shumë qejf. Jo të gjithë janë të mira, normalisht nuk janë të gjitha të mira, por janë disa të IKEA që kanë një super material edhe për pjesën poshtë të dyshekut, do të thënë klëfi dysheku, edhe për pjesën e veshjeve, pra të jorganit, i kanë shumë të mira, disa siç thash, por që ato që zgjedh unë të paktën janë shumë të mira. Edhe do marr më tepër te IKEA, por që marr ti kem kështu rezervë të shoh sepse më duken interesante, më duken të bukura. Alles klar? Okej. Das ist aber eingehalten. Këtu kam disa nga gjërat që mora, sallat, fruta, kështu gjëra të shishme të mira. Ndërkohë vazhdojmë këtu, se s'po nxjerr të gjitha, mora një çaj, se unë i kam shumë qejf në fakt të pi. Kiwi nga këto gold, gjëra të zakonshme, pastaj mora edhe këtë për parmigiano kështu për ta ngrirë tek ushqimet. Mora këtë për Ivin, se më duket se i ka qejf, nuk më emrin mirë. Mora 2 kastraveca qep të njoma, siç e shihni këto. Biskotat me bajame që i kam shumë qejf. Pastaj këtu. Ua, përsëri bo. Kjo është e mami dashuri, ma e mami në të? Oki, zemë, si në redë më të larë, e ta mami.
Ich weiß nicht. O, quqi, imi vogël. Ja. I can balance the flow. Yes. Bisschen Mami. Se, po. Ka që po bëjmë këto për ty? Se ti bleke, shpirti, keq. Po si kom se? Po që ti të faqë? Ich arbeite mit dir. O, të shumë. Also arbeiten. Aber ich helfe. Darf ich eine? Ist das mein? Aram sam sam. Oh, guli, Dhe për Shën Valentinin, unë sot po përgatis një drek surprizë për Hidhin. Qa ka, mami? Qa ka dashuri? Kalvin, të lutem. Do të bëj përdzolla aty se kam lënë gati, kam marinuar, kam ja 3 orë që kam lënë në frigorifer. Ka këtu po bëj disa patate në furr. Kam lënë gati edhe disa patate në ujë që t'i skuq për fëmijët. Këtu kam sallatë dhe gjërat e tjera për sallatë. Kështu gjërat e thjeshta do bëj, domethënë po do bëj një drek të organizuar kështu mini surprizë për Ivin. Edhe këtu janë dy shirin që i kam lënë gati për më vonë. Edhe kështu. Po këtu kam këtë zemrën që e kam bler për ne të dy. Të e bukur. Që ta vendos tek tavolina pastaj, surprizë që kam treguar Ivin. Edhe gjithashtu edhe këtë për Ivin që asnjë s'e kam treguar. Se zakonisht ai shesh do që unë blej në market, por është shumë e bukur. 2 gjëra të vogla për cute. Mirëmëngjes, njerëz të bukur. Uroj ta keni nisur një ditë të mbar. Sot është Shën Valentini. Kur ta shihni ju këtë nuk është më Shën Valentini, por gjithsesi sot është Shën Valentini. Uroj që ju ta keni nisur ditën bukur me përkëdhelje, me dhurata të vogla. Ne sot e kemi babushin në punë, por gjithsesi unë po i përgatis një kështu drek të vogël surprizë me fëmijët. Ata i kanë vizatuar se gjëra të bukura, kanë shkruar aty Klaudia i vjen, zemra, kështu gjëra, ta surprizojmë se e di që ç'është kjo kohë. Miki, kujdes prit. Sepse e di që kur të vijë ai do ketë marrë ai ndonjë surprizë të vogël, uroj mos ketë marrë një gjë që kam blekur të lidhen. Se ne kemi shumë telepati. Edhe kështu unë i bëra një klip të vogël surprizë sot, ja dërgova të dedikuar. Dhe nuk i bëra gjë tjetër dhuratë, veshje dhe kështu gjëra sepse ne blejmë çdo kohë. Okej, unë jam me atë idenë që festa duhet festuar, nuk ka lidhje se Shën Valentin kemi çdo kohë, ditën e mamit e kemi çdo kohë, por gjithmonë është mirë që festa, kur është festa, të bëhet diçka ekstra, se për atë arsye është festa. Kështu që nuk bëm dhurata të mëdha njëri tjetrit, por nuk e di në fakt që do sjelli Ivi, po unë po flas për veten time. Dhe në fakt e lam dhe me fjalë që nuk do marrim gjëra kështu të egzageruara, kot, po na u desh në gjë do e blejmë vetë dhe është prap okay. Por që po, besoj se dreka do të jetë surprizë e këndshme kur të vi sa i se pres, unë i thash do bëjmë dark të dy bashkë kur të flen fëmijët, po do e bëj që tani drek se dhe fëmijët po gëzonin shumë, edhe kështu që thash është më bukur kështu. Edhe mos harroni të dhuroni dashuri çdo ditë të vitit, jo vetëm për festën, dhe kujtoni vetëm për festën. Paktën unë personalisht i them çdo ditë Ivit sa dua, sa e lumtur jam me atë, edhe sa e vlerësoj gjitha ato që i bën për ne, për mua, të luaj në poezien. Edhe kështu, gjithmonë dashuria duhet të ushqet, që të mbahet dhe të ruhet kështu e gjallë, edhe kot nuk është fjala marrëdhënie, të marrësh dhe të japësh, dhe
që të funksionoj si që duhet, gjëja duhet gjithmonë nga të dyja palë. Bërë këto zemrat kështu me datën, i pashte Ami. Ami ishte vajza që unë ndjek regjimin ushqimor edhe stërvitin, sa bukur që tona ishte bërë më bukur, unë s'kisha shumë dekor edhe bëra me një gisht të vrarë, kështu që kam punuar vetëm me një dorë, po nejse dalën të këndshme, shumë të këndshme. Bëra pakës fare gati, bëra vetëm, u gishti, brava preva pra gishtin duke për diçka, duke për salatën, edhe më bëra lyeva vetëm pak buzët edhe pak concealer kështu, sepse nuk doja të lyesha, duke qenë se jam në shtëpi, edhe thash hajde mos, po lyem ka shumë se pastaj më merr shumë kohë në darkë kur pastroj make-upin, ky peneli, rimeli etj. Gjithsesi, po presivin, vesha këtë bluzën e lezetshme kështu dhe një par xhinset e errta. Edhe kështu ne përgatita pak një drek super të thjesht, si ajo që ham normalisht, por thjesht dy dekore më shumë të tipit qiri edhe këto zemrat, kështu gjërat. Tani më presim babin të vinë me shumë siguri, do ketë ndaluar diku për të marrë në një gjë, Lule është sigurt një herë, sepse po vonohet pakës, edhe kur vonohet pakës bie ai muhabet. Po presim babushin ende, u zgjuam iki nga gjumi dhe me nerva, nuk e di pse me kaq nerva. Dhe po presim babushin, e mora unë telefon se po kaloja 20 minuta ndoshta kështu. Edhe tha kishte shumë trafik, e di unë këtë trafikon, po përgati në një surprizë, po dryt. Me këtë këngën e pritur. Tash është duke më marrë mua diçka, shihni sa tuftë të bukur me trëndafila, nuk është nga këto të thjeshtat që më merren gjithmonë kështu tek Edeka ose tek Aldi ose Lidl, po ishte veçantë, ka shkuar ekstra e ka marrë tek Kauflandi. E bukur! Sa i di që unë pëlqej vetëm trëndafilat e kuq, vetëm trëndafilat, po të kuqet janë preferuaret e mi. Sa të bukura. Ai dhe shorte. Një serioze një marketi. Një serioze një marketi. Kjo është për Okin tim, Oki dhe ti Lule o trit. Kjo është për kaj. Oki është më e lumtura në botë për Lulen e vetë. A zemra ime Oki. Do dal tani të shkoj te Tedi të marr një kostum për karnevale për Kajn, për këto fashion, por unë kisha marrë çelësat e makinës time, ndërkohë Ivi kishte parkuar pas makinës time. Kështu që i bie që unë duhet marr çelësat e makinës Ivit, që të ecim me makinën time, me makinën e Ivit, meqense ai më ka zënë rrugën edhe i bie që duhet heq atë për të atë. Kështu që të marr atë Ivi që shi mua tani. Edhe më tha mua, "Ua, i kam marruar në makinë." Ishte bler lulet ekstra për mua, edhe ishte vonuar aq shumë sepse se s'bën të blinte atë lulen atë tufën e trëndafilave. Edhe për këtë arsye vonua aq shumë shpart. Kishte bler lule normale dhe ato janë doja një tufë serioze. Erdha di marrin Kalvi to, këtë dhe marr Oktavia, se Oktavia zove te kita, po gjithsesi ta ket. Gjitha janë ca qesharake për Kalvin, se ta dua disa qesharake, nëse nuk më gjen ndonjë kështu tha me futboll. Kështu që do i marr diçka qesharake. Sa të bukura edhe këto për tani për pranverën, Pashkët, mësera të thashra, shumë të bukura. Kur të takohemi me Lelën do marrim këto që të bëjmë këto aktivitetet e bukura, kështu me fëmijët, ose ti marr fare që tani unë, dhe ti ken kur takohen. Thashun që nuk do harxhoja, do bleja një të gjëra të vogla, thash Ivi, do shkoj të blej vetëm një 2 gjëra të vogla. Ndërkohë aty më prish mendja edhe bli. Pash dhe një kuti shumë të bukur kështu për princesha për të ruajtur kujtimet, ishte për Oktavien ajo, po gjithsesi nuk e mora atë. Edhe qa pash tjetër që nuk e mora nga këto organizuesit kështu që ka mund si vazo për qelqi. Edhe shumë errësirë këtu, po nejse, rëndësika të më dëgjoni. Edhe një si ajo më pëlqeu shumë, doja t'i merja dhe ato nga 4 euro ishin, po nuk i mora si përfundim. Dhe qa nuk mora tjetër unë që më pëlqeu, mora një kasë gjigande për të mbledhur lek. Po ka marrë kasën më të madhe që mund tjetë, nuk e di s'duket kështu në video mund të duket maksimumi, nuk e di sa 2 të vogla, po është shumë e madhe, shumë është, nuk e di sa 5 kasa të vogla ndoshta nga këto zakonshmet. Edhe mora atë të tallimi si fillim, pastaj të fusim lek aty brenda. Se çfarë do merja tani që nuk e mora?
Miku nga mend. Mora dhe disa gjëra të bukura për tortën, për Kalvin, disa kështu që ta punoj tortën dhe një gjë që ta vendos poshtë, atë rrethoren kështu që ta vendos poshtë. Kishte me princesha me balerina, të doja të blija Okit, po këtu e ditëlindjen e Okit. Po disa aktivitete të bukura që i mora fëmijëve, është e u Miki një. Sa ishin? Shi sa bukur thot Miki ti mora këtë ta ngjyrosi. Merë dashuria ime. Mora këtë që të ndërtojnë këta lepurushet e vegjël. Kështu shumë gjëra vetëm për këto motivet me arusha të dusha. Jetë hape një sekundë lutem. Prit pak Oki. Zot selan. Nëse edhe ai e kuptua aty, ky me vezë ishte ndër më të bukurit sa bëjnë bashkë e do Miki jetë. Edhe kjo ishte shumë e bukur, shihni këtë, mi ka këtu. Okej. Edhe kjo gjithashtu i bën kështu bukur, po mami. Mora këtë për tortën në mënyrë që ti limoj apo ti niveloj. Pastaj janë se gjëra të vogla, kështu vogëlsira. Mora këto pizza që pim fëmijët se i kam hequr dhe ato për inoksi. Shumë e bukur o driti, ngjyrose ti, do ta ngjyrosësh ti? Merë ngjyrose, hapi ato? Dhe pin me këto të kartonit, kështu që i mora këtë që të kenë pafund sepse i përdorin gjatë gjithë kohës. Edhe kjo gjithashtu është nga këto aktivitetet që të bëjmë. Kjo është për tortën e Kalvin, do ta vendos këtu dhe do e fus te kjo kutia. Pastaj përsëri aktivitete apo ja u tregova këto po. Tani mora ca kostume të ndryshme kështu. Octavia mbajti atë me mace. Ku e keti mami atë në Po. Sa bukur vajti këtë në mur kjo. Mora tani këtë pistoletën që është e nxehtë kështu me atë ngjitsin brenda që ti bëj fëmijëve këto sepse donin që ti bënin. Dhe këto i ngjitën ata, ndërsa këtu ta bëjnë. Nuk e di. Por me qenë se dolëm, por i pak këtu tek lagja, dalim tek kopshti ynë. Terim pak fare sa të freskojmë, të mbushim trurin me oksigjen, edhe të futemi përsëri brenda. Edhe grupi. Mini. Ti. Leave. Tregoja në Instagram këto deodorantët që unë përdor, është ky nga Fasi, që unë e pëlqej shumë, unë ju kam treguar, ju e dini, unë jam njëri shumë aktiv, jam pothuajse gjithë ditën në lëvizje, gjatë ditës, nuk e di edhe natën mund të lëviz në gjumë. Shaka, por që këto janë shumë të mira. Këto e blen vetëm një herë këtë kasën dhe më pas blen vetëm këto mbushjet. Pra është me rimbushje dhe është fantastik. Të gjithë ju që keni aroma, keni të më thënë vuani nga aromat e pakëndshme, këta janë më të mirët. Ka një aromë shumë specifike që jo si këto deodorantet e tjerë, ka një aromë shumë të mirë edhe shumë ndryshe edhe mbajnë shumë gjatë. Edhe janë shumë të mirë. Të paktën për mendimin tim, deodorantët janë gjithmonë më kryesor se parfumi. Të paktën unë jam tim deo dhe më pas parfumi. Dhe siç po ju thoja, është realisht shumë i mirë. Unë kam kodin tim që është gjithmonë aktiv, Claudia 15 me të mëdha, domethënë Claudia është shkruar me të madhe, të gjitha shkronjat. Dhe 15, Claudia 15, për gjithsesi po ja u lë një herë këtu që ta keni, nëse dëshironi realisht një deo të mirë, ja u super sugjeroj këta, se janë realisht shumë të mirë. Unë nuk i krahasoj me asnjë tjetër, edhe si njeri merakli që jam, këto janë më të mirët për mendimin tim. I keni pa alumin edhe normalisht unë preferoj më tepër këta se ato që janë si spray, të paktën me informacionet që unë kam, ato që unë kam lexuar, këto janë më të mira dhe më të sigurta normalisht. Mirë mëngjes zyrtarisht. Ne po dalim sa herë kam unë Chelsea? Sa herë kam unë Chelsea? Vën gjërat me vonesë.
E? Pse s'po hapet? Edhe po thoja unë, ne tani do dalim, do shkojmë tek një të lumë, mami. Do shkojmë në një qendër tregtare, do marrim çka kemi për të marrë, do blejmë çka kemi për të blerë, do ham një mëngjes, e lam sot me fjalë që do ham të dy mëngjes, të dy, ne, edhe drupi, përveç Kalvi se Kalvi kemi shkollë. Do ham një mëngjes brunch tani se vajti vonë, po nuk është aq mëngjes. Edhe kështu do shohim të ça marrim ndonjë ushqim për në shtëpi. Edhe pastaj të kthehemi përsëri që të marrim Kalvin sepse Ivi është i dyti. Kështu që Ivi erdhëm fillimisht tek një kik, se shumë i madh ky. Duket interesant, shohim kot për dall për fëmijët ndonjë gjë. Sa qef që i kam këto për fëmijët, kështu për në verë, janë perfekte. Këto i kam qefun edhe një t-shirt dhe je xhamfar. Mbaruam punë tek qendra tregtare, nuk është se i morëm gjitha ato që donim të merrnim, në fakt edhe pazar nuk është se bëm shumë, por më pas shkuam tek një dyqan turk le të themi, që aty është dhe një dyqan brenda që është i veçuar nga ky, domethënë në njëjtin vend është, por që ka mish shumë të mirë dhe ne marrim aty gjithmonë mish viçi, edhe na kënaq që kemi shumë qejf. Dhe morëm dhe një pul, morëm disa gjëra kështu të lezetshme që nuk i gjejmë shumë shpesh vërdall, asnjë ëmbëlsirë, nuk e di me çfarë bër këtu. Asnjë ëmbëlsirë, asnjë budallik, asnjë lloj gjëje, duke qenë se unë po mbaj regjim edhe Ivi po ashtu, po kujdeset shumë sepse Ivi është shumë tip ëmbëlsirash, i pëlqen shumë. I pëlqen shumë ëmbëlsirat, por që normalisht nuk janë të mira. Kështu që kemi hequr dorë, sot s'kemi marr asnjë fare atje. Na lodhën fakt kalamajat shumë, sepse i këtej ka ndej toka ishte gjithë e lagur nga kjo bora, sepse vende ka shkrirë, edhe ishte ujë. Oktavia thoshte luante me ujin dhe i futej ujin në trup, sepse normalisht nuk ishte veshur këto pantallonat e kundër shiut, se ne llogaritëm vetëm atje, por rruga ku do shkonim ne ishte bllokuar, histori e gjatë. Kështu që ecëm pak në këmbë. Kaluam okay, kjo qendër tregtare nuk është hera e dytë edhe e fundit që ne shkojmë, sepse edhe herën e parë që shkuam na dha një ndjesi si negative, edhe kësaj radhe që shkuam asgjë nuk na shijoi, as qendrimi, as ushqimi, as një lloj gjëje, domethënë është nuk shkojmë më te kjo qendra, e vendosëm, nuk na jep një kështu vibe, s'po përdor energji, ndjesi të mirë sa herë shkojmë atje, gjithmonë ndihemi sikur ku kemi shkuar shumë e njerëz, shumë e garkuar, shumë e çuditshme, por që kishte një kik të madh shumë të mirë, këtë e kishte. Edhe u futëm atje tek ai kiku edhe morëm gjitha ato gjëra për fëmijët që ishin me ofertë që mora. Unë morëm disa gjëra që ishin me ofertë, po do t'ja tregoj pastaj kur shkoj në shtëpi gjitha këto sapo të marr kaj nga shkolla. Vendosa mikin në gjumë sepse erdhëm ne, u mora Kalvi nga shkolla, i u bë gati për t'ikur në punë edhe vendosa mikin në gjumë. Tani do çoj gjitha gjërat tek vendi. Tu kemi mishin, morëm 3 kg gjysmë, më duket viç siç u thash unë, dhe një pul. Pastaj morëm këtë sallatën që më duk shumë e lezetshme, por zakonisht gjërat e këtu nuk rrojnë shumë, ja pas ka pas një fet të kalbut, jo, një flet të kalbut. Mora pak rigon, me që të këto kam paketimet e mëdha. Qa është një gjë që e kanë turqit kështu me shumic, janë erza, këto erza. Morëm karota, ja ka pastruar Ivi këto gjetet, sepse kish. Mora këtë, se kam provuar asnjëherë, kyfte haxhi. Si lexohet kjo? Kyfte haxhi. Nëse janë erza, besoj për qofte ose në një mjella, se kam ide fare, por që më duk shumë interesante dhe i kanë të mira. Mora edhe një kanellë se kishte mbaruar, e kam këtu. Mora disa gjëra se në përgjithësi, tu kam dush. Në përgjithësi nuk se i kam dhe shumë qejf gjërat e tyre, se duke në moment sikur janë të mira, pastaj kur i sjell në shtëpi, nuk e di. Ftua, nuk e kemi bërgëzuar fare për këtë vit. Ftua, tani iku. Ajo që më pëlqeu më shumë ishin këto hurmat, mushmollat. Kështu, do t'i lë do t'i lë të piqen edhe tamam do t'i bëj kështu si puding me pak kakao, perfekt fare. Mora fasulet i kanë shumë të mira, sidomos këto janë shumë të mira. Këto marun, edhe i kanë të qejf.
Dhe pastaj një salcë, kështu e mora thjesht e kisha aty para syve. Ignoroni flokun tim se janë bërë thinjat, janë bërë për të lyrë. Morëm dhe këto dhe turku që të vetë me çokolata që morëm kësaj radhe, se e mori miki aty dhe nga që ishte duke qarë. Përthoja ishte duke qarë si kështë orarin e gjumit e nuk e hoxha fare nga dora. Tani, mora këto për Octavian, streqe, që t'i ketë për në shtëpi. Këto kanë qënë 4,99, ne i morëm 1,99, ishin bërë 2,99. Janë shumë të bukura. Materiale lezetshëm nga këto të zakonshme që marrin. Unë do t'i lajë gjithsesi, kështu që po i hedh këtu në tokë. Pastaj, mora këtë bluzën për Octavian me gebin. 1,99 edhe kjo nga 5 që ishte. Ishte shumë e bukur, tash po ja kombinoj me ndonjë nga këto. Po ashtu një palë streqe të tjera. Edhe këto janë 1,99, janë për më të mëdhaja, këto për 6-7 vjeç thot kjo, po që oke t'i bëjnë se është goxha e qatë mendoj unë. Tani, këtu kemi përsëri streqe për Octavian, edhe këto 1,99 nga 3,99, ta 4 para sa ishin me këndulen. Plastikën këtu shumë të lezetshme dhe këto. Kanë material të mirë pa mbuk, prandaj i marrëm këto. Pastaj mora një bluzë për vete, kot, se e gjeta aty kur isha duke ikur. Një kështu, thash po e vesh me xhinse, edhe kjo 1,99 të morëm këtë. Interesante edhe kjo me këto. Këtu do jetë pak e vështirë për ta larë, se me çfarë do ta lash, se ka dhe ato fjongot, po hajt më. Për një herë, 2 herë. Pastaj mora Kalvit këto pantallona të bukura kështu, nuk duken shumë mirë aty, po janë shumë bukura dhe si me vi. Edhe kanë edhe këtë licet këtu me qenë se ai ka ditëlindjen, edhe thash po i marr ndonjë gjë të lezetshme dhe si mora fare shtrenjtë. Për shembull kjo ishte 10, unë e mora 4,99. Ishte shumë ulje atje, po thjesht rrihet të kërkojë dhe nuk është se kishim shumë kohë. Por gjithashtu i mora edhe një këmish, i mora fillim një tjetër që ishte pak më e vogël. Po thash po i marr këtë sepse ai një herë do ta veshi, pastaj kismet se kur e vesh paktën ta ketë dhe për ta vesh ndonjëherë vitin tjetër. Se po ti merr atë që i bënte tani vitin tjetër ose një herë tjetër ose muajin tjetër nuk i bënte. Ishte shumë e bukur kjo dhe ja mora për t'i kombinuar pantallona sepse shkojnë shumë mirë bashkë, se ka ngjyrën kjo si blu. Nuk e di nëse dallohet mirë, po që i kam shumë qef to. Kështu dhe kjo ishte nga 6, e morëm 6. Domethënë s'kishte ulje kjo 6. Po 6 euro është material shumë i mirë. Edhe ja super vlen. Pastaj, këtu 2,99 këto tutat për Octavian që i mban edhe në kita, edhe kur dalim, se kështu dalin ato me këto, unë s'para i vesh fëmijëve xhinse, e kam thënë ku besoj. Pastaj, i mora Octavian kështu si geta, këto janë pa atë pjesën e çorapes poshtë, ndërsa këto janë me atë pjesën e çorapes poshtë. Këto ishin 3 euro, janë shumë bukura, kështu të bardha, ja mora ndoshta për ditëlindjen e Kalvit, edhe këtu oh no. Okej, e ka marrë. Po pse tregon këtë shenjën e çorapes? Apo i ka edhe këtë? Nëse, jo nuk e paska, jo. Janë kështu si legging, si stretch. Pastaj mora përsëri për Octavian këto. Apo jo, këto i mora për Kalvin, i mora për t'i ketë në shtëpi. 4 euro këto, 10-12 vjeç, i mora pak të mëdha se t'i kenë, se lahen edhe shpesh, edhe futen ujë, janë kështu si dyshe. Edhe i mba në shtëpi ai gjatë ditës kur rri, se kur fle me pijama, po gjatë ditës nuk do të rri asnjëherë me kështu të trasha. Mora këto për Octavian me Mickey Mouse, edhe këto 2,99 ishin bërë me ofertë, janë të trasha, kështu me push brenda, shumë interesante. Ja morën se le të jenë me këto motivet e Krishtlindjes, nuk është se janë kush e di. Ka mirë Octavia të ndrohet për shtëpi. Tani Ivi u fiksua me këto. Shikni sa të bukura që janë. I mori një palë Kalvi edhe një palë Michelangelos, ja bëri kështu si bashkë, duket një nga këto ishte 6 euro. Pastaj, bashkë me ato i mori dhe nga një t-shirt të dyve, ishte të bukura. Ja mori për në verë, kur t'i me pushime në një vend që nuk e them ende. Pastaj, mora unë disa gjëra për personalet i trupit tim, që normalisht do t'i tregoj. Pastaj mora unë këtë, që më duk shumë i lezetshëm, kur shkojmë për në pishina. Normalisht kjo ishte për të vegjël, po nëse doni të dini një fakt interesant, mua më bëjnë dhe rrobat e 13-14 e si për vjeçarëve. Duket si budallik, por më bëjnë realisht, sepse unë jam
e ngushtë, nuk jam e vogël ose e dobët, por jam kështu e mbledhur. Edhe më bëjnë edhe rrobat e fëmijëve. Kjo për shembull është 12-14 vjeç dhe më bën. Gjithsesi edhe po nuk më bëri, do t'ja jap mbesave të mia, sepse i shkon si e thash të. Nëse bateri, se ne marrim bateri pafund, vazhdoj me tuta për Octavian, që edhe këto ishin shumë të mira. Kjo me këto motive të krishtlindjeve, po who cares? Se në shtëpi do i veshin, ose të kur dalin, unë se kam problem fare për gjërat kështu. Për mua mjafton që fëmijët të jenë rehat, edhe të ndihen rehat, edhe është okay. Edhe këto tjerat, pas kam marrë dupal kështu, se pas kam kuptuar. Nice. Këto dhe nga 2 lodra që morën fëmijët shkuan gati 90 euro, më duket. Hiç gjë sepse kishin gjithë të rroba, siç u tregova. Nëse unë tani do të bëj një kafe, të pik të kafe, do bëj pak mish të skuqur për fëmijët, ndoshta me pak do t'ja bëj si supë ose do shoh se çfarë kam këtu. Ose me patate, pak kështu si me gjell me patate me mish, vetëm aq shkurt edhe kështu. Ndërkohë do shkoj të zhvishem. Poshtë kam veshur pantallona të shkurtra, unë po lart. Lart jam kështu si për dasëm. Shkrim, këtu kam portofolin çanta dhe do iki të bëj pazarin tani. Nuk e di nëse ju kam thënë, po unë nuk blej më asnjë gjë që është në kavanoz nga këto të aluminit, vetëm edhe këtë plastiket mundohem sa më shumë të jetë e mundur, por i blej vetëm në qelçi, domethënë qelç ose karton të paktën, një nga të dyja. Momenti që do nxjerr gjërat nga makina është ai që unë nuk pëlqej fare. Sepse është full tani dhe dua t'i çoj me vrap, sepse nuk dua që të dal Ivi, se dalin dhe fëmijët. Hallmë dhe ti lëm fjalët tani edhe nisemi. Opa! Këto janë fantastike. Unë i kam shumë qejf, më tepër se ato arrat e tjera. Edhe kesha tani për snack për pas dite këta, hangra dhe pak si ai pomelon. Pomelo. Është shumë e mirë. Tani do stërvitemi. Mirë mëngjes. Unë jam rrugës duke shkuar për në punë, domethënë po shkoj te makina që të shkoj në punë. Bora na shkriu për fat të mirë. Edhe tani thjesht është pak ftohtë. Normalisht do jetë ftohtë, po ja të na iki dhe shkurti na vi marsi. Edhe të kemi pak kohë të mirë. Unë s'kam fare karikim sot, por kam të fishin këtu te makina, do ta karikoj rrugës. Kështu fëmijët janë të 3 në shtëpi, sepse Kalvin sot kishte si një koll të lehtë. Edhe na i tham, rri në shtëpi më mirë, sot thash. Jemi më mirë, më mirë të rrinte në shtëpi, që mos të unë të smurej, sepse kur kanë ditën e sportit ata, dalin kështu me të shkurtra normalisht, sa herë që po fryn. Edhe pastaj ftohet, kështu që më mirë ishte në shtëpi se po fillonte të bëhej pa gati, kështu që le ta shparim këtë ta kurthejmë këtë ftohjen e tij. Mbarova edhe për sot. Në doli dielli tani në hike. Unë shkova me vrap deri diku se kisha për të marrë 1-2 gjëra. Dhe tani me qënë se kisha këtu afër punës, tani po hiki te makina dhe në shtëpi. Se mezi po pres të iki në shtëpi. Mbi të gjitha kam të për të mësuar. Mirë mëngjes, nga një tjetër mëngjes, dimri. Unë po iki në punë tani. Edhe po fillimisht do shkoj një herë te Aldi se do blej disa gjëra që duhen për në shtëpi, edhe që mos dali vi kot me fëmijët se është shumë ftohtë. Thënë shumë ftohtë. Edhe më mirë të rri në shtëpi. Kalvin dje bëri temperaturë 38,3 vija, nuk ka pasur shumë. Nuk i dha asnjë gjë Ivi sepse unë isha në punë, nuk i dha asnjë gjë sepse ai ka imunitet goxha tani edhe është i madh, plus 33 vija, nuk është e këshillueshme. Plus temperatura është thjesht një shenjë që trupi po mundohet që të sulmoj virusin, kështu që ka qenë mirë, pastaj natën ka qenë mirë, sot ka qenë mirë, e dinim, një ditë i mban Kalvit kurrë dhe sepse ai hapi, mundohet të jetë aktiv, edhe kështu që edhe kjo e ndihmon. Por që jemi okay, jemi të lumtur tani, të paktën sot mund t'iki pak e qetë në punë.
Unë mund të bëj dhe udhëtime 10 orë, 20 orë, mjafton të gjej muzikë edhe jam e lumtur. Yes, sir. Kanë me lek ato. Kështu larg njëra mbi tjetrën. Ja. Kështu në gjendje mostruoze. Mbarova punë, që bleva gjëra si doja të blija, si robi mirë që jam, pash një gjyshe këtu, po binte super shi, dhe ishte një zonjë e moshuar dhe ajo shkreta, po vinte me atë karrocën, po fusa atë në makinë, po duhet kthehej prap dhe kishte parkuar shumë larg, duhet kthehej prap të çonte karrocën tek vendi, edhe I thashun që ta marrun atë karrocën, ta çojë te vendi. Thanë qofse dhe ty të duhet për vete, thash, edhe mos më duhej do të ta merrje, se më erdhi shumë keq se kishte parkuar shumë larg, dhe do ta kthente mbrapsht karrocën, ndërkohë kishte as çadër, një shi tërbuar, domethënë 3 minuta, po 3 minuta tërbim. Nejse. Tregova veprën time të mirë të ditës. Mora Pampers, se shkova te Rosma është këtu, Aldi është këtu. Janë shumë afër. Edhe mora dhe letrat lagura të Pampers, nuk po I gjeja dot se si kisha parë këtë paketimin ndonjëherë. Edhe me zor I gjeta, ndërkohë këtu ta Aldi mora gjithë ato ushqime, gjithë ato, domethënë ato bazike që ju thash ju, ranë ato letrat andaj nese. Mora këtë pomelon tim të preferuar, zot sa shef që kam dhe unë dhe Oktavia. I mora Oktavia dhisë vogël këtë, librin kështu me gjëra për t'i ndërtuar vetë, ndërton çantat vogla siç duken këtu, kartolina, gjëra shumë të bukura. Dhe ndërkohë Miki I bleva një nga këto të bambus, domethënë si I thon këtyre pjata bambu, shumë e lezetshme, I kam shumë qejf dhe këtë të dyja që janë për të prerë, kështu kur vjen aty te kuzhina me mua, se ka shumë dëshirë, një e bleva për atë, në fakt një për Oktavin, një për Mikin, edhe pse këto janë 2 për 1, po gjithsesi, bleva ishin shumë të bukura këto. Doja të blija edhe një pjatë si kjo por të thellë, por thash lene më. Lere thash se po harxoj shumë. Dhe këto stikerat për veten time tek bloku I shënimeve që shënoj ato gjërat e mia që duhet të blej, duhet të bëj, që duhet të gatuaj etj. Ke po seancë ndërprer kjo të tipit ujë, qumësht, vezë, këto gjërat e vogla që hahen në përditshmëri. Edhe nuk e di, u bën ndoshta 3 ditë që unë nuk filmoj. Besoj se 3 ditë që unë nuk filmoj, sepse kemi kanë qenë në fakt smur fëmijët, edhe me temperaturë filloi kalbi në fakt me një koll të lehtë, pastaj me një temperaturë të lehtë, vazhdoi kalvin, e la kalvin, filloi kërkoja telefoni aty, duket se sa pa gjumë jam. Pastaj mbas kalvin, nuk e la kalvin, por filloi Miki. Direkt Miki filloi direkt shumë nga një zero gjendje perfekte, domethënë as kolla, as hunda, as një gjë, 0 në temperaturë 38. U morëm me Mikin, ditën tjetër ishin të 2 me 39, 39, 4. Edhe si përfundim, vajt në okej, domethënë kalpi vajti 3 ditë sot, që nga dje pas dite nga ora 7 nuk ka patur më temperaturë, domethënë le të themi e hodhi. Ndërsa Miki sot në mëngjes ka marrë të fundit në orën 6, ora është 12, dhe duket okej. Le të shpresojmë tani sepse I ka kaluar intervali se në fillim fare ishte një herë në 3 orë, në fillonte që I filloni si ethe, temperaturë etj. Tani që çuna do bën pak më mirë, bang! Krye familjari. Ivi. Unë u smur babushi. Domethënë po thoshte dje që sikur që jam dhe vetë kështu me këtë gjendje si gribale. Edhe unë me iden hase ja kështu është kur janë fëmijët, se kur janë fëmijët e kemi parasysh se si smuremi dhe ne, se pa gjumësia, lodhja, stresi, ankthi, temperaturës e të gjitha. Edhe mati temperaturën dhe Ivi 33 vija, oh no, nuk ka paqe. Por që sot e ka ditën e parë I jo që dje ka qenë me ethe dhe sot në mëngjes me temperaturë vajte edhe 39, gati sot. Që si jam unë, se kur smuret mamaja, smuret e gjithë shtëpia. Kështu që të paktën jam unë që I dalë të gjithë këtyre burrave ball, I bëj ball këtyre burrave të shtëpisë.
Ja marr fare me të regjistrojë, të editoje, të bëj, sepse kanë qenë gjithë smur dhe nuk kam pas as kohë të kap telefonin. Thjesht kam bërë një video për të qeshur në Instagram për këtë situatën momentale, por që nuk do qahem, nuk po them sepse fëmijët nuk është se kanë patur shumë koll, do të thënë kalvin më tepër, miki jo dhe aq, ose hunë të bllokuara, kalvin pak, miki jo. Me thënë, okej, ishte gjendja që ishin smur dhe më e keqja është kur janë smur në të njëjtin kohë. Keni parasysh, e kemi përjetuar një herë këtë dhe ka qenë skandaloze dhe gjithmonë thonim që gjëja më e keqe kjo është, por dua të jem dhe mirënjohëse sepse fëmijët kanë qenë vjesht dimër, besoj se keni dëgjuar ndonjëherë që të ankohem sepse nuk kanë qenë smur, nuk kanë patur viroza, unë dëgjoja vërdall, jo po temperaturë, jo po urgjenca, jo po këtë, jo po andej dhe ata kanë qenë mirë, shqyr zoti, kështu që nuk po ankohem, tani do smuren, fëmijë janë, besoj se o e sjell Kalvin, o e sjell unë, o e sjell Ivi, se ne jemi të tre, Ivi punon në spital, unë punoj në Kopësht, Kalvin që vjen nga shkolla, se dy tjerë i kemi duke parazituar në shtëpi, por që do ndodhi, fëmijët do rrisin imunitetin, nuk kemi çfarë i bëjmë, por që si thash është e keqe kjo pjesa kur smuren njëkohësisht, sepse është realisht shumë e vështirë kur smuren njëkohësisht, se njëri me 39, tjetër me 39, njëri me ethe, njëri është i fturur aty dhe i strukur tek ajo batania, që është duke plas nga nxehtësia. Të merremi me babushin, i bëjmë pak shërbim babushit se e meriton, se besoj se kjo e i vit përveç se gribale është edhe lodhje, sepse ai Kalvin filloi më herë si thash dhe Ivi fle me Kalvin dhe Octavian, edhe ai është kujdesur gjatë natës, ai është ngritur çdo 30 minuta me alarm sepse Ivi është dhe më i fiksuar se unë. Dhe besoj se edhe kjo e ka lodhur pak, edhe se normalisht se muresh edhe nga bie rezistenca trupore, dihet edhe kjo. Kështu që besoj se më shumë ajo e Ivit kjo ka qenë, se ka qenë edhe shumë i lodhur nga kjo situata me fëmijët. Mora këtë koshin tani me ndarje, nuk e di nëse ju kam treguar këtu në YouTube, por kam dashur ta marr, edhe pas ka qenë se brenda këtu nuk isha parun. Edhe është kështu me të shtypur edhe ka 3 ndarje. E hapa këto unë edhe i kishte shumë të mira këto hapësirat. Okej, nuk janë shumë të mëdha, por që janë okej se gjithmonë ne i nxjerrim, nuk është se do t'i mbajmë këtu se normalisht edhe te plastika vin era gjërat, e supozohet se ke hedhur ku di unë qesen e mishit ose qesen e peshkut ose nuk e di diçka, edhe vinera, kështu që normalisht do t'i heqësh shpesh. Ngjyra shumë e bukur, e mora vetë kështu, kishte edhe të bardhë, mos gaboj, por unë e doja kështu se më pëlqen kjo ngjyra e inoksit, nuk e di. Kështu ishte shumë e bollshme, mendoj unë. Okej, kjo e plastikës mund të ishte pak më e madhe, por gjithsesi janë okej kështu siç janë. Ndërsa kartonin më mirë e kështu se i copton ato dhe i fut si pjesë të vogla, se ne gjithmonë i hedhim kështu pa i bërë të vogla. Kam iki në krahun dhe prandaj nuk është të po i hap shumë që t'ja u tregoj, por unë ju harra ndaj. Por që ishte shumë okej. Shikoj, vi ka brenda qese, pas ka qese koshi vet. Ky lloj modeli që kemi marrë ne, kemi blerë në Amazon. Ka disa lloje të ndryshme kështu modelesh, ka dhe më të madh, ne morëm këtë që është pakës më i vogël. Mirë do ishte ta kishim deri tek pjesa e ngrohtë së sipër, por që është okej kështu siç është, se siç thash ne i ndrojmë shpesh. Ndërsa unë kam menduar që do ta bëj këtë për karton, siç është, këtë të mesit që është për bio do ta bëj për allgemein, për të përgjithshme, ndërsa brenda te bufeja do ta bëjmë vetëm për bio. Kështu që e kemi ndar 3 janë këtu dhe një brenda në bufe dhe nuk do kemi më qese si gjithmonë i varnim këtu në për këto edhe më kishin acaruar nervat. Tani, kështu duket se e çpaketova, madje kemi hedhur dhe plera këtu brenda. Kjo është pjesa e kartonit, të kam lënë pas gjë fare sepse kartonat janë gjithmonë të pastër. Edhe kështu duket, më pëlqen shumë. Okej, mund të ishte pakës dhe më i madh, mund ta kisha marrë më të madh, por normalisht më i madh më shumë kushtonte. Thash, okej, po marr një herë këtë. Kështu që mua më pëlqen. Kështu i erdhi fundi një video shumë të gjatë. Uroj që ta keni pëlqyer dhe të mos jeni bezdisur fare nga video dhe t'ju kenë hyrë në punë ato që keni dëgjuar apo thjesht keni kaluar një moment kafe, çaj relaksues. Ju falenderoj edhe një herë nga zemra nëse më keni ndjekur, ju falenderoj nga zemra që më ndiqni dhe më komentoni edhe që më shkruani gjithmonë komente shumë të bukura. Mos harroni të bëni një subscribe, sepse shoh që e shihni shumë njerëz edhe nuk më keni subscribe. Do të isha shumë mirënjohëse nëse e bëni, sepse normalisht kjo ndikon drejt për drejt në të gjithë këtë gjë që unë bëj. Faleminderit edhe një herë shumë, unë ju dua shumë, kalofshi mirë dhe kujdesuni për veten.